Jena me Lorionin edhe e kena premtuar se kena më dalë po një ngjyrë pa gabime. Jena aty nis tash për stacionit e autobusave. Në momentin që kryhet poligoni, vazhdon në drejtim të qytetit ose rrugë publike. Lorion në olë në Swift stopi, pastaj vazhdon në shëritin e fundit të muajtas për me vazhdu të rejt. Hajde kthehemi djathtas. Kena me vazhdu të rejt, Lorion. Shumë ma për jepë Lorion apo jo. Do thotë kena muzikët e fundit përfundimtare me Lorionin para se me ju nështru testet e vozitjes, faktikisht jena një ditë përpara. Rreth rrotullimit radhës të Lorion kena me vazhdu djathtas ose dalja e parë rreth rrotullimit. Lorioni këtë ka bu një gabim të vogël, por që pres të komejte me të regu se qka ka gabu. Qa ka bu, sa të marrë? Ja, pres në komejte. Në të tregoj Lorion. Pas lina sa da? Prap Lorion në të e bo një gabim që e kena diskutu pak më herët me ta. Këta nuk kam qare pa i tregu sepse këtë s'ma një me ditë se nuk e kop kamera. E kena pas bo një video po se kena publiku që e përmirësej gabimin, po se kena publiku gabimi kryesor, do thotë këta të cilit kanë vozit pak më herët është mbajtja e timonit me një dorë, kështu që Lorionin deri tash këtë e mbajt timonin me një dorë. Që është gabim Lorion. Lorionit, do thotë ka po ana shkalimin, duke i përcjellur pasqyrët edhe kondën e vdekur në mënyrë prefekti. Në mënyrën më të mirë të mundshme Lorion apo se marrua veç ty të kritikut. Veç kritika gjë, s'ka. Edhe këtë ka përshtat shpejtësinë. Shumë mirë. Hajde Lorion se edhe të mirat kam të tregu. Do të mirë sa kritika. Në rreth rrotullimin e radhës na bani kthejmë gjysmë rrotor. Hajde. falni, këtimi që sëmbratore ka po një
mënyrë fenomenale. Për ata të cilët nuk e din, janë fillestar, nuk e din si bëhet një kthem gjysmërrethor, pra Lorionin nga shiriti i djathtë duke përcjell pasqyrën treguese kondin e vdekur, ka kalu prej shiritit të djathtë në shiritin e majt. Pastaj në rrotullim ka hyrë në shiritin e majt, ka dalë për rrotullimit në shiritin e majt, edhe momentin që ka kryer shiritin është kthyer në shiritin e majt, i ka përcjell vendkalimin vijën e plot, prapë i ka përdhon treguesin pasqyrën kondin e vdekur dhe ka kalu në shiritin e djathtë, ashtu edhe qysh është e lejueshme me ligjet e Republikës së Kosovës, vozitja të vazhdojnë në shiritin e djathtë. Gjatë 25 minuta deri në 45 minuta, kështu që na kena me gjetë një mesatare dikon 30-33 minuta, nëse ti vozit 33 minuta pa ndonjë gabim serioz ose të përsëritura ndonjë gabim të lehtë, ti vi që ka lënë provimin. Të provoj. Ne kam besim në ty, Lorian. Në rrotullimin e radhës kena më dalë në ndaljen e dytë. Për daljen e parë dhe daljen e dytë përdoret shiriti i parë, mirë për shkak të pengesës që i kemi në rrugë, thotë parkimit jo të rregullt të automjeteve ose ndaljes jo të rregullt, bën anashkalim dhe dole në shiritin e majt, që është fenomenale. Plus, nëse përvreni, është nalë në distancë pak më të largët se sa që dohet, mirë po është nalë për me respektu vendkalimin e kemësorëve ose zeba që po thëtë Loriani me kon të lira në rast të pengesës ose bllokimit të rrugës të jetë e lirë për kemësorë. Hajde, po vazhdojna, Lorian. Ky që ne ka bën fenomenale, çka është në rëndësi ka shiku ka ona e majt, sepse kjerët të cilët vinë në onën e majt kanë përparësi. Tash këto e kina dalin e dytë, hajde Lorian. Ja, das kann man weiter lernen.